të trembin. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Mua edhe shkollat nëntëvjeçare më trembin. Sepse po lexoja një lajm nga java e kaluar për një shkollë nëntëvjeçare në Shëngjergj, në Malisht të Korçës që nga kjo, ku mëso kanë 40 fëmijë dhe më duken shumë. Dhe kur e sheh është stall, do ishte fjalë, prap stalla do të kishte një standard më të lartë si shkollë. Është një godin, mua më duket totalisht e braktisur. Dhe në lajm shkruaj që prindrit janë të detyruar që fëmijëve t'u japin me vete edhe dru për ngrohje, pa folur për këto tjera që nuk ka një banjë, nuk kanë ujë, kanë shumë ftohtë e tjera. Kështu që ky është një lajm që nuk di t'ju them, do fëmijë që shkojnë me dru me vete në shkollë. Dhe fraza druri ka dalë nga xheneti këtu nuk, si më thon, nuk e kombinon dot, sepse më parë druri të priste në shkollë. Nga mësuesi ndoshta ose nga një më vonë pas nga prindërit e tjera, kurse këtu shkohet me dru me vete. Nëse mirë që marrin dru sepse mund të kishin përfunduar duke djegur librat e matematikës. Jemi në fazën ku jemi në atë pjesë e misionit ku themi lajmet e javës, një pjesë lajmeve të javës që kaloi. Kemi edhe projektin e ri nga qeveria shqiptare që është një projekt që unë kisha menduar që i kam parë të gjitha me këtë qeverisje dhe me këtë qeveri, por e kam menduar shumë gabim, sepse nuk pushon së më çudituri. Projekti i ri i kësaj qeverie është që të hap Akademinë e Çobenjve. Tash vetë kryeministri tha sot që ka akademi të tilla në gjithë botën, sigurisht ka, por kur sistemi shkollor funksionon dhe njerëzit kanë nevojë edhe për një, po themi, një akademi më shumë. Por ne jetojmë kushtet ku në Shqipëri po mbyllet departamenti i filozofisë. Pra, Shqipëria mund të jetë ndoshta i vetmi shumë shpejt, për pak vjet, mund të jetë i vetmi vend në Europë pa një deg të filozofisë në universitet. Dhe ndoshta prandaj kryeministri ka menduar që filozofët nuk na duhen, por na duhen çobenjt. Do ta zëvendësojmë me çobenj. Tani është e vështirë ti shpjegosh kryeministrit në ato ret ku fluturon dhe imagjino që janë dhe re roz, madje, që shkojnë dhe me mjekrën e tij të bardhë. Është vështirë ti shpjegosh që shpesh në Shqipëri njeriu nuk punon çoban nga pasioni, por shpesh është e vetmja zgjidhje që ka. Nganjëherë nuk ka mundësi për shkollë dhe mundësia është për çoban. Kështu që fakti që ti tenton ta bësh akademik, më duket një stërmundim i tepërt për mendjen e kryeministrit, që e hallakat në të tilla tunele, sepse ata për të ikur, për të arratizur shkollës janë futur asaj pune. Nëse unë jam shumë kurioz të di kush e ka sjellë këtë ide brillante në këtë qeveri. Por një gjë e mirë, nëse arrin të bëjmë vërtet çobanët me akademi, ndoshta nuk do ta kenë problem më për të gjetur një grua. Që me sa di unë për çobanët është pak e vështirë, njerëz që jetojnë në male, jetojnë në kullota, një pjesën më të madhe të vitit, larg grave. Dhe kush do donte të jepte grua një njeriu i cili gjysmën e vitit nuk është në shtëpi. Por tashmë, kur ky të ketë edhe diplomë të lartë, master, PhD, nuk e di se çfarë do të jap kryeministri, mund të jetë më e kollajshme që të gjejë një grua. Por siç ndodh zakonisht në Shqipëri dhe po i akademiosëm çobenërit. Në një vend gjithmonë që nuk i funksionon as Akademia e Shkencave, por mund të kemi një akademi funksionale shumë të mirë të çobenjve. Këta me siguri do na i marrin vendet më të pasura dhe më të zhvilluara. Dhe këta do shkojnë të japin leksione në për tufat e baktive të Greqisë, të Italisë, ndoshta edhe të Zvicrës apo të Gjermanisë. Lajm tjetër nga java që kaloi, BE pas ka dhënë alarmin, call center në Shqipëri po zhvatin qytetarët tan. Ishte një lajm që më rën qethi, ta marrin vesh nga ka dalë. Që nga një letër e autoriteteve italiane, gjermane dhe disa vendeve nordike për call center tan dhe po lëvizka madje edhe prokuroria. Unë mendoj që pas kaq shumë vitesh, kur këto vende na morën çunat tan më të mirë dhe i detyruan të martohen me plaka europiane për letra, ose jo vetëm për letra, por edhe për kënaqësinë e plakave europiane, kjo është koha për të larë hesapet. Tash i ca çuna dhe goca të reja që këtej, po marrin shpirtin plakave europiane duke u shitur, nuk e di çfarë i bëjnë, shesin gjëra që ndoshta janë të pashitshme. Dhe lajmi i fundit nuk është aq roz, sherr me zgravën PD, kjo i tha asaj, ke uzurpuar lidhjen demokratike. Cila do të jetë etapa radhës? Unë po pres sherr mes pastruesve në PD dhe ndoshta edhe një sherr mes adoleshentëve në PD. Kohra interesante kanë ardhur. PD-ja në një fazë spastrimi masiv. Këto ishin lajmet, pjesa 2 e lajmeve të javës që kaloi. Sot
nuk është e hënë.